Mediat botërore i kanë kushtuar një vëmendje të jashtëzakonshme ngjarjes së ndodhur në Gërdec të Tiranës. Në përgjithësi televizionet prestigjioze CNN, BBC, Sky News, Euronews janë fokusuar tek pamjet tragjike pa koment të momentit të shpërthimit që ka bërë tashmë xhiron e botës. Më pas mediat janë fokusuar në pamjet e fshatit të rënuar, të kraterit gjigant të krijuar pas shpërthimit dhe tek deklaratat e banorëve të varfër dhe të prekur nga kjo tragjedi, të cilët të revoltuar ngren gishtin ndaj shtetit. Në përgjithësi mediat botërore paralajmërojnë se kjo tragjedi ende nuk ka mbaruar, se të tjerë viktima dhe pasoja do të ndihen në këtë zonë për një kohë të gjatë. Asnjë koment për fajtorët e mundshëm të kësaj tragjedie, veçse në fund të çdo artikulli apo kronike televizive jepet një fjali e përbashkët. Shqipëria, një nga vendet më të varfra në Europë, po përpiqet të çmontojë një arsenal të madh ushtarak të tipit të vjetër sovjetik e kinez, si një nga kushtet për t'u antarësuar në NATO, për të cilën pret një ftesë në muajin prill. Një pyetje ngrihej në një artikull të New York Times botuar ditën kur ndodhi tragjedia e Gërdecit. Shqipëria si vend që synon të hyjë në NATO, a është një vend që ofron siguri apo ka nevojë për siguri? Pas ngjarjes së Gërdecit, kjo mbetet një pikpyetje e madhe. Megjithatë, të pakta janë mediat që i mëshojnë teorive konspirative, ashtu si Corriere della Sera, për një sabotazh të mundshëm në Gërdec. Gjithë mediat e tjera konsiderojnë në heshtje si shkak vetëm neglizhencën e madhe dhe mungesën e kushteve të sigurisë në një proces kaq të rëndësishëm sa çmontimi i municioneve ushtarake.